ato që na kemi po në filmat e James Bondit, realisht ndodhë në teritorin tonë. Paret vinë edhe me çanta. E kemi studiu rastin e Banjskës dhe kemi kuptu që në Banjsk, mesazhi kryesor, të cilën Milan Radojičić ka dashur me çu për Banjskën, nuk është transmetuar nëpër mediat serbe. Është transmetuar në mediat shqiptare, në gjuhën shqipe, tu përdor influencer të cilët kanë folur në gjuhën shqipe. Pra, tentativa që Banjska me u pa si një operacion lokal i qytetarëve serb, lokal të cilët e kanë marrë, kanë një llavaç edhe kanë dalë me rezistu ndaj policisë të Kosovës si shaj proteske, nuk është bo vetëm prej Milan Radojičićit, po është bo prej njerëzve të cilët kanë folë në gjuhën shqipe në studio televizive në Kosovë. Dhe gazetarët nuk kanë pas potencial me sfidu me 2-3 pyetje personin që ka dashur me shpërnda këtë narrativ. Çka është shumë rëndësishme kjo punë me kuptu? A jetu thonë që ata kanë folë gjuhën shqipe që të narrativ si janë pagu me normalisht. Normalisht, i kemi ullumtu, jemi gjetë në payroll të strukturave paralele të Serbisë. Pra na kemi avokat të cilët janë pagu direkt për strukturave paralele të Serbisë, të cilët kanë marrë rronë. E qaj avokati ka shpërndar narrativën, a gazetari ka shpërndar narrativën? Avokati ka shpërndar. Avokati thirret në cilësi të ekspertit, ftohet, flet në gjuhën shqipe, dhe në momentin kur hen me analizu narrativën, të cilën po e shpërndan, te e kupton që është dashur me çu për para. E që kjo është enzonme me pel përdore, që është me pel përdore, që kjo është enzonme, e avokati që o pagu për strukturave paralele, me mbrojt kanë? Me mbrojt strukturat paralele, njerëz të arrestum të dyne. Është shumë e qartë kjo punë. Nuk është që na jemi të folë najrë, nuk është që na nuk po kemi prova që paret me çanta po vinë Kosovë. Kemi operacion ku paret me çanta të strukturave të BIA-s që në zonën Verit Mitrovicës, tu ju dërzu agentit shqiptari, cili pastaj ka pas me qute një gazetar. Është hetimi penal i cili është ndodhur në prokurimit speciale të Kosovës, cili po na tregon. Edhe ato që na e përjashtim Krishnika, ajo s'është këtë gazetar. Ato që na e kemi po në filmat e James Bondit, realisht ndodhur në territorin tonë. Paret vinë edhe me çanta, paret vinë edhe në mënyra të tjera të cilat na. Cili është qëllimi këtyre informacioneve? E para, qëllimi ka qenë me delegitimu operacionet e policisë në raport me strukturat paralele, me ngritë tensionin ndëretnik. E dyta, është qëllimi politik, pra me dëmtu demokracinë këtë vend dhe me pas një strukturë të qartë e cila, për shembull te komuniteti serb, me u kontrollu vetëm prej një partije politike, mos me qenë asnjë parti tjetër politike. Dhe në këtë rast e ki sulmin i cili ka ndodhur në Nenad Rashiqit në raport me krejt strukturën e cila ka sulmu ato e para, ti nuk je serb, nuk i përfaqëson serb, e në fund edhe je i korruptum dhe jetu i vjedh fundet të cilat ti ka dhënë qeveria e Kosovës me qute serb, dhe në këtë situatë krejt environment ka qenë në raport kundër tina me qëllim për me pas impakt në zgjedhje.